Më shkruajti dikush dhe i jap totalisht të drejtë, i cili më tha Said, mundohu që të jesh më pozitiv me storit që hedh kundra gjendjes aktuale, politike, ekonomike të vendit. Pra, në momentin që unë hedh një story dhe them që njerëzit e rinia po largohet, arsimi është rrënuar, rrogat nuk mjaftojnë, çmimet e apartamenteve janë rritur, jetesa këtu është bërë të tmerrshme. Ku di unë, 1001 faktorë të tjerë, naftën e kemi 1800 lekë, që ndërkohë Kosova që nuk ka naftë, që e merr nga ne ka 1000 lekë, euro këtu ka rënë bërnut, shiten akoma apartamente me lekë në të zezë, pastrohen para. Okej, le të jemi pozitiv. Po çfarë them për pozitivitet? Problemi është që më rrinë gjitha këtu në mendje, gjitha këto. Si t'ja bëjmë? Pse? Sepse po rris fëmijë këtu në këtë vend. Dhe fëmia im nesër do vjen në këtë sistem arsimor i cili është cop-cop, që lekët zdihet nga vend. Apartamenti, si do ta marrë fëmia im, apo do punoj gjithë jetën siç po punojmë ne, që akoma se kemi marrë siç duhet. Çfarë ndodh me pjesën e shëndetësisë? Larg qoftë smure, ku do përfundosh? Do përfundosh në një spital që të pret sikur të pret, ku di unë, giotina. Ose do të kapi stresi dhe do vdesësh nga stresi përpara se të dalë diagnoza. Por le të jemi pozitiv, absolutisht. Problemi më i madh që unë shoh me një mas këtu është që le të jemi pozitiv, mos ngatrohemi fare me politikën, të bëjmë punën tonë, s'na duhet ne se ç'a bëjnë ata, sepse të menduarit në këtë mënyrë na ka bërë këtu ku jemi. Ç'më duhet mua, unë do iki jashtë, le ta zgjidhin këta që janë. Pse të ngatrohem unë, lere se po marr rrogën. Kjo është arsyeja, mendoj unë, që situata është në këtë pikë ku është, që tash s'ka më zgjidhje. Tani, ju thoni dhe mendojeni si të doni, ka patronazhista sa dush që do vinë do komentojnë, ka njerëz të ndershëm që do vinë do komentojnë, ka njerëz që janë dakord me mua, ka njerëz që janë dakord me mua, ka njerëz që thonë po dhe këta që do vinë janë një lloj, ka njerëz të tjerë të cilët thonë të gjithë vjedhin, ka njerëz të tjerë që thonë po nuk zgjidh gjë i kush të dëgjon. Unë e di, ka gjithmonë një zë kundër, por detyra jonë si qytetarë të këtij vendi është që të vërtetën dhe të drejtën duhet ta themi siç është. Që vendi jonë është në gremin, këtë e kupton i madh dhe i vogël. Por unë po qëndroj sërish pozitiv, po them që buzës së gremine ka ende shqiptarë të ndershëm që duan vendin e tyre, kontribojnë për vendin e tyre, mundohen të jenë pozitiv çdo ditë për vendin e tyre, pavarësisht sepse janë një dorë nga humnera gati për të rënë, siç jemi ne të gjithë. Pavarësisht se unë mundohem të jem kështu pozitiv. Kam frikë se lëshoj dorën, rash në humner. Dhe ju pastaj nuk ju intereson. Askujt nuk intereson për mua. Askujt nuk intereson për njëri tjetrin për shqiptarët, sepse ne jemi bërë popull asocial, popull i ftohtë, popull që thjesht drejtojmë gishtat, nuk bëhemi bashk, nuk organizohemi dhe nuk duam të mirën e vendit, sepse nëse do ta donim, pozitiviteti kishte ardhur me kohë dhe vendi duhet të ishte ndër vendet më të pasur në Europë, se i kemi gjitha resurset. E zgjata pak, por e di që 1% vogël ka ardhur deri këtu në fund se do shikojmë Big Brother. Ciao, ciao.